Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Shqipëria feston sot 113 vjetorin e pavarësisë. Në Vlorën e veshur Kuqezi në ditën e flamurit u mbajt ceremonia zyrtare e kësaj dite ku morën pjesë 2 presidentët, Begaj dhe Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Liderët kryen homazhe dhe vendosën lule pranë monumentit të Ismail Qemalit. Vlora mirëpriti edhe këtë 28 nëntor liderët më të lartë shtetëror në ceremoninë e ngritjes të flamurit në 113 vjetorin e pavarësisë. Me kurora në duar, presidenti Bajram Begaj, kryeparlamentari Niko Peleshi dhe kryeministri Edi Rama zhvilluan homazhe pranë monumentit të Ismail Qemalit në nderim të përpjekjeve dhe sakrificave të patriotëve shqiptar për pavarësi. Në homazhe ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Pas nderimeve nuk munguan as shtrëngimet e duarve mes krerëve të shtetit dhe qytetarëve të cilët ishin të shumtë në numër. Mesazhet e urimit krerët e shtetit zgjodhën t'i bënin në rrjetet sociale. Presidenti Bajram Begaj uroi qytetarët me një fotokolazh nga sheshi i flamurit, ndërsa kryeministri Edi Rama me një foto të monumentit të Ismail Qemalit. Ndërsa kryeparlamentari Peleshi ndau një video ku shfaqej libri me aktet themeluese të shtetit shqiptar 1912-1922, duke rikujtuar momentet kyçe të shtetformimit dhe rëndësinë e dokumentave historike si udhërrëfyes për brezat e rinj. Dita e pavarësisë është një moment të reflektimi për të gjithë shqiptarët, teksa ky 113 vjetore gjen Shqipërinë më pranë ëndrrës së kahershme, antarësimit në Bashkimin Evropian. Presidenti Amerikan Donald Trump uron Shqipërinë në ditën e pavarësisë. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë krijuar nga lidhje të ngushta sigurie ekonomike dhe njerëzore. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit tonë mbi prioritetet e përbashkëta, thuhet në mesazhin e Trump. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio uroi popullin shqiptar. Rubio vuri theksin edhe tek Aleanca e NATO-s si një themel i mbrojtjes përbashkët. Edhe NATO dhe Bashkimi Evropian urojnë Shqipërinë për ditën e pavarësisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i ka përcjell presidentit Bajram Begaj urimet për ditën e pavarësisë. Detajet i ka ndarë vetë kreu i shtetit, i cili shkruan se Shqipëria mbetet e përkushtuar të punojë dhe i qëndrojë krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në emër të popullit të Shtetet e Bashkuara ju dërgoj urimet tona më të mira juve dhe popullit të Shqipërisë ndërsa festoni pavarësinë tuaj. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të krijuar nga lidhje të ngushta sigurie ekonomike dhe njerëzore. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit ton mbi prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë stabilitetin rajonal, përballjen me organizatat kriminale ndërkombëtare dhe zgjerimin e mundësive dypalëshe të biznesit dhe tregtisë. Ju uroj juve dhe popullit të Shqipërisë një ditë të gëzuar pavarësie. Më herët mesazhi i urimit erdhi dhe nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili tha se Tirana dhe Washingtoni gëzojnë një partneritet të fortë edhe si aleat në NATO. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dua t'i uroj popullit të Shqipërisë me rastin e ditës së pavarësisë. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë të përbashkët dhe ne mirëpresim rritjen e investimeve të Shqipërisë në sigurinë tonë kolektive. Shefi i diplomacisë amerikane vlerëson bashkëpunimin në luftën kundër grupeve kriminale, trafikut të drogës, por dhe adresimin e kërcënimeve kibernetike, ndërsa thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin të zgjerojnë bashkëpunimin me Shqipërinë në fusha të ndryshme. Ndërsa shënojmë këtë ditë të veçantë, presim me padurim të zgjerojmë bashkëpunimin tonë në fushën e sigurisë, lidhjet ekonomike dhe miqësinë tonë të qëndrueshme me Shqipërinë. Edhe NATO ka uruar 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Aleanca ka shpërndar në rrjetet e saj sociale një foto simbolike të një ushtari shqiptar, duke ftuar ndjekësit të urojnë Shqipërinë për festën kombëtare, ndërsa një mesazh urimi me mbishkrimin gëzuar ditën e pavarësisë erdhi dhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë.
Urime në këtë ditë të shënuar të mbar shqiptaris kanë ardhur edhe nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Presidenti Osmani ka kujtuar ditën e flamurit, Adem Jasharin dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës si ngjarjet që përbëjnë boshtin e krenarisë kombëtare. Edhe Ali Ahmeti uroi shqiptarët për 28 nëntorin, duke thënë se kombi duhet të nderohet me vepra dhe përkushtim çdo ditë. Dy shtete, një komb, dy flamuj, por një zemër, shkruan Vjosa Osmani në rrjetet e saj sociale në urimin e saj si presidente e Kosovës për 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Presidenti Osmani ka uruar popullin shqiptar duke theksuar rëndësinë historike të 4 ngjarjeve të shënuara për kombin. Ajo ka kujtuar ditën e flamurit, pavarësinë e Shqipërisë, lindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës si ngjarje që përbëjnë boshtin e krenarisë kombëtare. Në mesazhin e saj në Facebook, Osmani ka cilësuar lidhjen mes Kosovës dhe Shqipërisë si të thellë dhe të pandashme. Nga Kruja e Skënderbeut, te Vlora e Ismail Qemalit dhe prekazi Jasharajve, historia jonë është e shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova e Shqipëria ecin krah për krah, gëzuar pavarësinë e Shqipërisë. Lavdi komandantit Adem Jashari dhe të gjithë heronjve, dëshmorëve e martirëve të kombit ton. Një urim për Shqipërinë ka ardhur edhe nga kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, një herësh ish komandanti UÇK. Ahmeti ka uruar festat e 28 nëntorit, duke thënë se kombi duhet dhe nderohet me vepra dhe përkushtim çdo ditë, në çdo gjë që bëhet dhe çdo gjë që thuhet. Ahmeti thekson nevojën për konsolidimin e shtetësisë Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Të gjithë bashkë kemi obligim të ndihmojmë Shqipërinë që të antarësohet në Bashkimin Evropian në 2030. Të gjithë bashkë kemi obligim që shtetsësinë e Kosovës ta rumbullosojmë në partneritet me SBA-n dhe BE-n. Të gjithë bashkë kemi detyrim parazinë në Maqedoninë e Veriut dhe integrimin evropian. Të gjithë bashkë kemi amanet shqiptarët në Lugin, Maltezi dhe Mërgat. Shqipërinë e ka uruar edhe misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, përmes një mesazhi zyrtar në rrjetet sociale. Në urimin e tyre, KFOR thekson rolin e Shqipërisë si një aleate e rëndësishme brenda NATO-s dhe kontributin e saj të vazhdueshëm në misionin paqëruajtës në Kosovë. Gëzuar ditën kombëtare aleatëve tanë shqiptar, Shqipëria është një nga 33 shtetet kontribuese në misionin e KFOR-it, shkruan misioni, duke shoqëruar mesazhin me sloganin Stronger Together. Hashim Thaçi uron shqiptarët nga Haga ku ndodhet prej vitesh në paraburgim. Ish presidenti i Kosovës dha një mesazh në seanca e gjyqit ndaj tij pasi shprehu keqardhjen që ajo mbaj pikërisht sot në ditën e festës së flamurit. Thaçi uroi shqiptarët që të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dinjitet, me shpresën se vitet e tjera do të ketë mundësi të bashkohet festimeve të tyre. Nga Haga, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar shqiptarët për festën e 28 nëntorit. Ai ka marrë pjesë në konferencën javore në dhomat e specializuara të Kosovës përmes një lidhje online për çështjen që lidhet me akuzën për pengim të drejtësisë. Por për ish presidentin e Kosovës mbajtja e një seance të tillë në këtë datë me vlerë të shumëfisht për shqiptarët duhej të evitohej, ndërsa u shfaq besim plot se vitin tjetër festat kombëtare do ta gjejnë në trojet shqiptare. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka fest kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, për t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dinjitet.
Sipas akuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta ka ndikuar përmes personave të tjerë për të penguar zyrtarët e lartë në kryerjen e detyrave. Prokuroria pretendon se Thaçi ka udhëhequr dhe ka marrë pjesë në këto përpjekje përmes vizitave të tij në objektet e paraburgimit, gjatë kohës që ka qenë i paraburgosur në kuadër të gjykimit të tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ish-presidenti i Kosovës ndodhet në paraburgim në Hag që prej vitit 2020, ndërsa ka hyrë në historinë e shtetit të Kosovës edhe si kryeministri në mandatin e të cilit u shpall pavarësia e vendit. Vlora e Ismail Qemalit është qendra e festimeve të ditës së sotme. Mijëra shqiptar nga të gjitha trojet janë mbledhur sot në Vlorë për të kremtuar festën kombëtare. Ata thonë se kjo është një ditë e bashkimit dhe krenarisë kombëtare. Shqipëri, 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 moj shkëmpe gurë, Shqipëri, moj shkëmpe gurë, pritesh për flamurë. Në zemër të Vlorës, në sheshin e Flamurit, qyteti që shpalli pavarësinë e Shqipërisë 113 vite më parë, vishet Kuqezi. Guri Rokaj, një qytetar i ngjashëm në portret me Ismail Qemalin, i drejtohet qytetit me një mesazh urimi e krenarie, duke rikujtuar historinë që e ka bërë këtë vend simbol të lirisë. Na kujton Flamurin Bizant, që nga kohë e Skënderbeut, dje Djoluli dhe më në fund fare në Vlorën e madhe Ismaili. Rrugët e qytetit janë të mbushura me flamuj, ndërsa tingujt e himnit kombëtar bashkojnë të rinjet moshuar në një emocion të përbashkët. Unë vim prej Suarekës, komunës e Kosovës, vim, të përshëndes gjithë shqiptarët këto që janë për ditën e Flamurit, 20 vjet nëntorit, po ashtu edhe komandantin tonë nivellar aty nga Shore. Kemi nga Prizreni, kemi ardhur për festën e Flamurit këtu në Vlorë, jemi një grup bletarash me organizim të lidhjes bletarëve të Kosovës, ku këtë vit kemi vendosur ta shënojmë, domethënë për vjetorin e pavarësisë në Vlorë. Kemi ardhur marrëm pjesë me bletarët e Kosovës, këtë manifestimin që ne edhe që kemi ndru sa vite. Kemi kënaqësinë që të jemi në mesin e këtyre të Shqipërisë, që më të vërtet kjo është vendi jonë i përbashkët. Shumë qytetarë shprehin shpresën për një Shqipëri të bashkuar e të fortë, ku kufit dhe dallimet humbasin përpara dashurisë për atë dheun. Unë kam ardhur nga Kosova, përfaqësoj Drenicën, jam nga komuna e Skënderajit, kam ardhur me lidhjen e bletarëve të Kosovës, jam një bletare, jetoj që 24 vite atje, erdhëm në Vlorën heroike nga Drenica e përgjakur. Dhe shumë heroike. Për herë të parë erdhën këtë festë, edhe pse kam ardhur me raste të tjera në Vlorë, po për herë të parë vi për 28 nëntorin, ta gëzojmë gjithë shqiptarët, Vlora është e të gjithëve, ju urojmë festën, inshallah, vjen koha dhe të bashkojmë troje shqiptare. Mes festimeve nuk mungojnë as vizitorët e huaj. Dy turistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehin emocionin e tyre për atmosferën kuqezi. Hera e parë që vi në Shqipëri është shumë bukur. Çdo person që kam takuar është i sjellshëm, të gjithë bujar. Moti është shumë i mirë. Nuk e dija që Shqipëria kremton ditën e saj të pavarësisë sot, por jam shumë e lumtur që jam këtu duke festuar me vendasit. Është një ditë shumë e rëndësishme për të nderuar shqiptarët dhe gjithë ndryshimin që ato kanë bërë ndër vite. Në çdo cep të qytetit, nga sheshet tek rrugicat, Vlora rresot me zemër kuqezi, 113 vite pas shpalljes së pavarësisë, Flamuri valvitet krenarisht. Edhe Tirana kremtoi festën e pavarësisë. Në Tiranë, ceremonia e ngritjes së flamurit u mbajt në sheshin Skënderbej. Flamuri bëri bashk shqiptar nga qytetet të ndryshme në Tiranë. Me tingujt e himnit kombëtar, këtë 28 nëntor, Flamuri kuqezi u ngrit simbolikisht në sheshin Skënderbej. Ndërsa nxënës të shkollave të mesme me veshje popullore e simbole kombëtare kishin dalë për të festuar. Ky 113 vjetori i pavarësisë vjen si një ditë krenarie kombëtare, por dhe reflektime. Dua të them të gjithë shqiptarëve mos harroni. Shqipëria nuk e harron falen, por fluturon gjithmonë lart. Nga keni ardhur? Pi Turqie, pi Stambollit kanë ardhur. Unë shqiptar jam, unë Tiranin e dua, shqiptarët i dua, për çat. Nga viset e tjera shqiptare, Maqedoni, Kosova në veçantë, Presheve në veç, gjithë bujonsi.
po edhe Malizi, po edhe kudo që janë në për botë të shpëndarë shqiptarët presin që këtë flamur të shikonim këtu të ngritur bashkë. Gëzuar ditën e pavarësisë, ditën e flamurit të identitetit ton kombëtar. Brezave në të ardhshme, duhet i themi që të hedhin syt të parëve tanë, të ata që kanë bërë çmos për të rritur dinjitetin e Shqipërisë. Festimet në Tiranë do të vijojnë me natën e bardhë më 29 nëntor, traditë prej 20 vitesh në kryeqytet. Skena ku do të këndojnë këngëtar nga Shqipëria e trevat shqipfolse në sheshin Skënderbej po bëhet gati. Ndërkohë për ata që dëshirojnë të vizitojnë institucionet kulturore në kryeqytet, hyrja do të jetë falas. Në kryeqytet sot pati vizitor të shumë të ardhur nga kudo flitet shqip. Festa kombëtare i bashkon të gjithë në ngjyrat e flamurit kuqezi. Kemi ardhur nga shumë Benedictio Lano, Cosenza, Kalabri. Kjo është Rosela Blandia, arbëreshe kalabrisë italiane, cila edhe pse është lindur dhe rritur larg dheut të parave të saj, e flet shumë mirë gjuhën shqipe, duke treguar kështu lidhje në fortë që ka me Shqipërinë. Jam një arbëresh, kam shumë arese, sot jam këtu sa të festojnë me juve, por që ana jemi shqiptar të vjetra. Çdo vit ajo zgjedh që festat e 28-29 nëntorit t'i festojnë në Shqipëri së bashku me familjen e saj. Ajo thot se atmosfera e nëntorit është shumë e veçantë. Të duket atmosfera sot në Tiranë? Shumë bukur, shumë, është shumë të mira, gjendja janë speciali. Na kemi Shqipëria në zamra. Ndërsa ruan me fanatizëm kulturën e traditat shqiptare, Rosela tregon interes për qëndisjen e simbolave kombëtare. I shkruajta arbëresh. Festës organizuar në Tiranë ju bashkuan edhe qytetarë të Kosovës dhe trevave të tjera shqipfolëse. Olsa dhe Hidra Dragusha, pjesë e ansamblit kulturor për fëmijë në Prishtinë, performuan me kostume popullore, këngë valle patriotike, duke krijuar një atmosferë që të çon pas në traditën shqiptare. Është hera e dytë që vi në Tiranë për të festuar festën e 28 nëntorit. Atmosfera është shumë e mirë, ne kemi ardhur me ansamblin tonë Qendra Kulturore e Fëmijëve të Prishtinës dhe po kalojmë shumë mirë. Gëzuar Shqipërisë! Atmosfera sot është shumë e bukur, e larmishme me ngjyra. Shikoj njerëz që janë mbledhur dhe janë më ditë feste, janë të gëzuar. Unë kam ardhur nga Lezhë. Si po të duket atmosfera? Shumë e bukur me atmosfera më duket shumë festive dhe jam shumë e lumtur që njerëzit dhe fëmijët nga të gjithë trevat po marrin pjesë në këtë lloj aktivitetesh, se tregon një ndjesi shumë të afërt me kombin tonë. Pazari i ri ishte një nga zonat që tërhoqi shumë vizitor këtë ditë feste. Me artin, veshjet popullore, objektet artizanale dhe gatimet tradicionale shqiptare. Kryeministri Edi Rama thot se Bashkimi Evropian duhet flasë me Moskën për arritjen e paqes në Ukrainë. Rama thot se Rusia është fqinjë e Europës dhe jo i Amerikës dhe i takon asaj e para të gjejë me të një zgjidhje për Ukrainën. Pozicioni i Ramës afrohet kështu me atë të administratës Trump, e cila është në negociatat vazhdueshme me Moskën dhe Kievin, ndërsa Bashkimi Evropian është në pozicionin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Integrimi i Ballkanit Perëndimor lidhet drejt për drejt me sigurinë dhe unitetin e Europës. Në një intervistë për median austriake Die Presse, kryeministri Edi Rama rikonfirmoi angazhimin për antarësim brenda 2030-s. Ai thotë se ndryshe nga e shkuara kur përballej me vetot e shteteve anëtare, tashmë Tirana ka mbështetjen e Brukselit. Megjithatë, prioritet mbetet transferimi i njohurive nga kontinenti i vjetër. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata. E bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Rama komentoi dhe projektin e Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Kryeministri tha se misia me dhëndrin e Trump do të mbijetojë përtej mandatit të presidentit amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë, prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Kjo ishte ajo që thash atëherë dhe kjo është ajo që po them tani.
Sa i përket përplasjeve politike në Shtetet e Bashkuara mes Donald Trump dhe George Soros, Rama tha se preferon të mos komentojë apo të përfshihet në këtë debat, ndonse e cilëson Shqipërinë, shtëpinë e të gjithë miqve të saj. Më pyetët për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq. Mund të mos e pëlqejnë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë, bëhet fjalë për ta, nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqt që kemi. Pra, të dy janë në shtëpi këtu. E ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë angazhuar në negociata mes Rusisë dhe Ukrainës, Rama i sugjeron Brukselit të komunikojë me Moskën dhe të mos e delegojë politikën e jashtme. Kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, mendoj se Bashkimi Evropian duhet të flasë me Rusinë dhe nuk duhet të vazhdojë të delegojë politikën e vet të jashtme në Washington, sepse në fund të ditës Rusia është fqinj i Bashkimit Evropian, jo fqinj i Shtetet e Bashkuara. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni News Hour, do të flasim tani për të tjera zhvillime. Ish oficeri i operacionales Igli Haxhiaj i arrestuar gjatë operacionit të SPAK me prokurorinë e Breshas, dyshohet se dekonspiroi hetimin për grupin e Visit Pojës dhe ka pasur bashkëpunëtor në nxjerrjen e sekreteve hetimore. Sipas komunikimeve të zbardura nga Sky ECC, oficeri kërkonte nga trafikantët 15.000 euro për t'i ndarë me 2 kolegë të tjerë në këmbim të informacioneve sekrete për ta. Gjykata e posaçme vendosi burg pa afat për oficerin e policisë. Komunikimet në aplikacionin Sky ECC dhe përgjimet e prokurorisë së posaçme SPAK kanë çuar në zbulimin e ish agjentit operacionale Igli Haxhia, i cili jepte informacion tek persona të cilët ishin në përgjim dhe në hetim nga autoritetet si pjesë e grupit të Elvis Doçit, i njohur si Visi Pojës. ABC News ka siguruar komunikime të shumta të Igli Haxhiait në aplikacionin Sky ECC me Denis Myftiun të shpallur në kërkim për llogari të autoriteteve italiane si lidhje ngushtë Elvis Doçit për trafikun e 100 kilogramëve kokainë. Denis Myftiu i shpallur në kërkim rezulton se është marrë me organizimin e trafikut të kokainës dhe heroinës nga Shqipëria në Itali. Ish oficeri operacionale si Igli Haxhia në dhjetor të vitit 2020 komunikon me Denis Myftiun duke i kërkuar takim pasi i kishin prezantuar disa miq të përbashkët. Fola pak me ato çunat, që më thanë që kishe merak për disa gjëra, po më sigurove ti që nuk më nxjerr në përbiseda, takohemi pak bashk. Këto biseda dihet si janë. Ndonjë merak nuk kam, por gjithsesi takohemi të hënën dhe diskutojmë në kafe. Më vonë Igli Haxhia i shkruan Denis Myftiut se ai ndihmohej edhe nga 2 miq të tij polic për të marrë informacione dhe për këtë kërkon 15.000 euro, pra nga 5.000 euro për secilin. Vëlla, kjo është punë me kosto. Kam vënë edhe shokët në siklet. Jemi 3 veta nga 5.000. Unë kam burri. Mos mendoj që është gjob. Ti, Nusja, nën. Asti i keni telefonat në përgjim. Kjo info është falas. Të tjerat bojnë lek. SPAK ka dyshime se Igli Haxhia është i përfshirë edhe në trafikun e drogës, pasi janë gjetur në Sky ECC edhe biseda me përdorues të tjerë për cilët flet për shitje dhe transport kokaine. Megjithatë, deri në tani nuk ka prova të jenë sekuestruar sasi narkotikësh që lidhen me Igli Haxhiajin. Pavarësisht se para trupës gjykuese pretendon se nuk ka pasur kur aplikacionin Sky ECC, gjykata e posaçme vendosi ta lërë në burg Igli Haxhiajin si të dyshuar për veprën penale të korrupsionit, shpërdorim detyre e nxjerrje të sekretit hetimor. 3 anëtarët e tjerë, Asti Lupi, Altin Sheja dhe Real Sala do të dalin para gjykatave të rretheve pasi u vendosën në pranga me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Në total gjykata e Breshjas lëshoi 24 masa sigurie, nga të cilët 3 u ekzekutuan në vendin tonë, ndërsa 3 anëtar të tjerë dyshohet se fshihen po në Shqipëri. Mes personave që ka masë siguri arresti me burg për këtë operacion është edhe Visi Pojës, i cili është në kërkim edhe nga prokuroria e posaçme SPAK, pasi grupi i tij u godit disa muaj më parë, ku prokuroria lëshoi rreth 50 masa sigurie. Në zemër të traditës shqiptare, atje ku mjekpritja dhe kulinaria janë pjesë e të njëjtit ritual, sofra e riut mirëpret festat kombëtare me një atmosferë të veçantë. Përveç menus dedikuar me gatime tradicionale, sofra e riut sjell për të parë ekspozimin e kostumeve tradicionale të zonave të ndryshme. Restoranti ofron edhe ambiente private e komode për të festuar larg zhurmave dhe sa më pranë natyrës. Një ndër restorantet më të njohura në kryeqytet do të ofrojë një organizim të veçantë për festat kombëtare.
Sofra e Riot ka përgatitur një menu të dedikuar me gatime tradicionale, duke rikthyer shijet e vjetra në një formë të kuruar dhe bashkëkohore. Përveç menus në këtë ambient të ngrohtë familjar, risi në festat kombëtare do të jetë edhe ekspozimi i kostumeve tradicionale nga zona të ndryshme të Shqipërisë, duke ofruar vizitorëve një udhëtim në histori. Ajo që pikas është xhubleta. Këtë vit, me rastin e festave 28-29 nëntorit, për çdo person që don të shikojë dhe më nga afër, Sofra është përtej një restoranti dhe përfshi një koleksion shumë të bukur veshjesh të trojave etnografike që përmban me mbi 1000 pjesëza. Çka mund të veçojmë është xhubleta e vajzës që ka vendosur të mos martohet. Po ashtu edhe veshjet e tjera, siç është veshja për shembull e zonës grave të zonës Hasit, që është e zonës Krumës, edhe kjo është fund shekulli 19, fillim shekullit 20. Në Sofra Riot, festat nuk kalojnë me vetëm shije të paharrueshme, por me rezervime komode dhe ambiente private, për të kaluar momente të paharrueshme, familjare, por jo vetëm. Një hapësirë e rikonceptuar plotësisht bashkon shërbimin e restorantit me atë të hotelerisë. Por vizitorët ofrohen edhe dhoma me standard të lartë, ambiente të qeta mes natyrës, por edhe një koncept të ri për qëndrimet në grup. Një risi e veçantë është mundësia për ta marrë të gjithë ambientin me qira, duke krijuar një hapësirë të rësisht private për familje, grupe shoqërore apo aktivitete të ndryshme festive. Është një ambient që t'i ofron të gjitha, të ofron relaksin, të ofron qetësinë, të ofron mundësinë për të organizuar dhe festuar evente të ndryshme familjare, shoqërore, duke ofruar një ambient totalisht larg zhurmave. Kuzhina në këtë ambient ofron kuzhinë gourmet, duke qenë shumë më pranë familjeve. Sofra e Riot mbetet unike në autenticitetin e saj që e karakterizon në shije dhe mikpritje, për t'u shndërruar festat në momente të paharrueshme. Ne kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Jo në qëndroni me ne, vetëm pas pak vjen kolegja Jeta Kasemi me Faqa 4. Faleminderit për vëmendjen.